Ka nisur kjo javë me mot të kthjellët dhe në fakt pjesa më e madhe e javës do të vijojë e kthjellët, megjithëse kemi shtim të vranësirave në ndonjë ditë të kësaj jave, mundësia për rreshje është shumë e pakët, ashtu si kundër pritej që ditën e nesërme, në pjesën e dytë të ditës, do kemi shfaqjen e momenteve të shkurtra me flokë dëbore në skajin verior dhe ato verilindor, ndërsa pjesa tjetër do të vijojë me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Bëhet fjalë vetëm për momente të shkurtra me flokë dëbore, ndërsa krahas shtimit të vranësirave dhe momenteve të shkurtra me flokë dëbore, do të kemi dhe një rritje të vlerave termike, një rritje me 1-2 gradë në orët e mëngjesit, një rritje krejt më të lehtë, më pak se sa 1 gradë në orët e mesditës, ruhet maksimumi prej 17 gradësh në mesditën e së martës, ndërsa dita e mërkurë po ashtu me një ndryshim krejt të lehtë, një rënje lehtë të vlerave termike në mëngjes, nuk ndryshojnë temperaturat e mesditës, një rritje e lehtë e temperaturave në mëngjesin e së njëjtës, e kështu të premte dhe të shtunën, pra kemi një luhatje të temperaturave me rreth 1 gradë kryesisht në orët e mëngjesit, ndërsa mesditat rreth 16 apo 17 gradë Celsius. Po ta shohim të gjithë grafikën e motit që nga dita e nesërme deri të shtunë. Në fakt kemi momente të shkurtra me flokë dëbore të martën, sikundër thamë në pjesën e dytë të ditës, po ashtu rrezikohet pak e premtja dhe e shtuna nga momente të shkurtra me flokë dëbore, ndërsa kthjellimet do të mbizotrojnë zonat perëndimore në gjysmën lindore të Shqipërisë, her pas here do kemi vranësira të lehta dhe kalimtare. Ky është i gjithë informacioni i motit për ditën e jonë. Mbas do shihemi sonte në mbrëmje.